Përshëndetje të gjithëve. Sot do t'ju tregoj një histori të veçantë, një rrëfim që përshkon botën e pasurisë dhe jetën e thjeshtë, dashurinë e papritur dhe sfidat që vijnë kur dy botë të ndryshme përplasen. Kjo është historia e një milioneri të pasur dhe të fuqishëm, dhe një vajze shqiptare, të bukur dhe punëtore, e cila për të mbajtur veten dhe familjen punon si kamarier. Një histori që tregon se dashuria nuk njeh barriera sociale, por shpesh kërkon guxim dhe sakrifica. Takimi i papritur. Ardiani ishte një milioner i ri, 32 vjeç, i njohur për bizneset e tij të suksesshme dhe jetën luksoze që bënte. Pasuritë dhe luksin e tij, megjithatë, nuk e bënin të lumtur. Ai ndjente një boshllëk në zemër, një mungesë të asaj që nuk mund të blihet me para, dashuria e sinqertë. Një mbrëmje, për të relaksuar mendjen, vendosi të vizitojë një restorant të vogël në periferi të qytetit, një vend ku njerëzit e zakonshëm vinin për ushqim të mirë dhe atmosferë të ngrohtë. Atje, ai pa për herë të parë Elironën. Ajo ishte e thjeshtë, me flokë të errët që i rrëshisnin mbi supe, sy të thellë dhe një buzëqeshje që shndritte më shumë se drita e qirinjve të restorantit. Elirona punonte me përkushtim, duke shërbyer klientët me respekt dhe buzëqeshje, pavarësisht lodhjes. Ardiani u ndal për një moment, duke vëzhguar çdo lëvizje të saj, çdo gjest. Diçka e tërhoqi menjëherë. Jo vetëm bukuria e saj fizike, por edhe sinqeriteti dhe energjia e pastër që reflektohej në çdo gjest të saj. Ai vendosi të urdhëronte një kafe dhe të fillonte një bisedë të rastësishme. Fillimisht, biseda ishte e thjeshtë, me pyetje për menun dhe ushqimin, por me kalimin e minutave, ai ndjeu se kishte një lidhje të papritur me këtë vajzë të thjeshtë, që jetonte një jetë krejtësisht ndryshe nga e tij. Njohja dhe afërsia. Ditët pas atij takimi, Ardiani nuk mund të ndalonte se menduari për Elironën. Ai filloi të vizitonte restorantin shpesh, duke u përpjekur të kalonte kohë me të pa u dukur tepër i pasur apo imponues. Gradualisht, ata filluan të njiheshin më mirë. Ardiani mësoi për familjen e saj, për sakrificat që bënte çdo ditë për të mbajtur nënën dhe motrën, për ëndrat e saj të vogla dhe dëshirat e fshehura. Elirona, nga ana tjetër, filloi të shihte tek Ardiani një njeri të ndryshëm nga shumica e klientëve të pasur. Ai nuk e gjykonte për veshjen apo statusin e saj. Ishte i sinqert, i kujdesshëm dhe i interesuar të njihte shpirtin e saj. Një lidhje e ngrohtë dhe ndjeshme u krijua ndërmjet tyre, e mbushur me respekt dhe kuriozitet reciprok. Një ditë, Ardiani e ftoi Elironën për një shëtitje në park. Ajo u ndje pak e trembur. Nuk ishte e zakonshme për të dilte jashtë me një klient të pasur, por diçka tek ai e bënte të ndjehej e sigurt dhe e vlerësuar. Gjatë shëtitjes, ata flisnin për ëndrat, për sfidat dhe për fëmijërinë e tyre. Ardiani zbuloi pjesë të tij që nuk i kishte treguar askujt, dhe Elirona e bëri të njëjtën. Konflikti i brendshëm dhe dilema. Megjithatë, lidhja e tyre nuk ishte pa sfida. Elirona ndjente frikë dhe ndrojtje për të hyrë në një botë krejt tjetër. Ajo kishte dëgjuar histori për milioner që e trajtonin dashurinë si lojë dhe nuk donte të bëhej viktime e luksit dhe para. Nga ana tjetër, Ardiani po përballej me një dilemë të vetën. Ai donte ta mbante lidhjen të thjeshtë dhe të pastër, por statusi i tij i pasur nuk mund të fshihej lehtë. Ndërsa bisedat dhe shëtitjet vazhdonin, zemrat e tyre u afruan, por mendimet e shoqërisë dhe paragjykimet e të tjerëve filluan të ndikojnë. Ardiani ishte i vetëdijshëm për zërat që mund të thonin: "Vajza punon si kamarier, ti nuk mund ta dashurosh." Elirona ndjente presion nga shoqëria dhe frikën se nuk do të mund të përballonte botën e tij luksoze. Një mbrëmje, pas një takimi në restorant, Ardiani vendosi të flasë hapur për ndjenjat e tij. Ai i tha Elironës se nuk e donte për shkak të pamjes ose punës së saj, por për zemrën e saj, për ndjenjen që ajo i jepte çdo herë që ishin së bashku. Elirona u emocionua, por zemra i dridhej nga frika dhe mosbesimi. Ky ishte fillimi i një rrugëtimi të gjatë, i mbushur me dashuri, sfida dhe vendime të vështira. Një histori që do të testonte fuqinë e ndjenjave të tyre dhe guximin për të kaluar mbi barrierat sociale. Pas disa javësh njohjeje, Ardiani vendosi të ftonte Elironën në një darkë në shtëpinë e tij luksoze. Ai donte ta prezantonte me botën e tij, por pa e bërë atë të ndiheje pa përshtatshme. Kur Elirona hyri në vilën e tij, ajo mbeti e befasuar. Çdo dhomë ishte e zbukuruar me shije,
dritat shkëlqenin dhe çdo gjë duke e jashtëzakonshme. Megjithatë, ajo ndjeu një lodhje të brendshme. Ndryshe nga restoranti ku punonte, këtu çdo gjest dhe fjalë duhej të ishte perfekt. Ardiani e pa shqetësimin e saj dhe e mbajti dorën e saj, duke i thënë me buzëqeshje: "Asgjë nuk ka rëndësi për mua, përveç se ti je këtu." Fjalët e tij i dhanë forcë, por zemra e saj mbeti e shqetësuar nga paragjykimet e shoqërisë dhe nga ndjenja e papërshtatshmërisë. Gjatë darkës, miqtë e Ardianit i pan ata së bashku dhe filluan të bënin pyetje të ndrojtura. Elirona ndjeu presionin e botës së pasur që tani ishte gjithçka përreth saj. Megjithatë, Ardiani ishte aty, duke mbrojtur dhe duke treguar se dashuria e tij ishte e sinqertë dhe e pastër. Kjo sfidë e madhe afroi më shumë në zemra, por nxori në pa dilemën e saj. A do të mund të jetonte mes dy botëve kaq të ndryshme pa humbur vetveten? Ditët pas darkës, Ardiani dhe Elirona kaluan më shumë kohë bashk, duke shijuar momente të thjeshta. Shëtitje në park, biseda të gjata në kafene të vogla, madje edhe shikim të filmit së bashku në shtëpinë e Ardianit, larg syve të tjerëve. Ata filluan të zbulojnë detaje më intime për njëri tjetrin. Fëmijërinë e vështirë të Elironës, sfidat që kishte kaluar për të mbështetur familjen, dhe ëndrat e saj të fshehta. Ardiani, nga ana tjetër, tregoi për presionin e pasurisë, për përgjegjësitë dhe ankthin që ndjente shpesh, edhe pse për shumicën e njerëzve duke i lumtur. Një mbrëmje, teksa qëndronin pranë një liçeni të qetë, Ardiani mori dorën e Elironës dhe i tha: "Dashuria jon nuk është e zakonshme, por asgjë në këtë botë nuk ja vlen pa ndjenja të sinqerta. Nuk dua të ndryshosh për mua. Dua të jesh vetja jote, edhe nëse bota thot se nuk është e mjaftueshme." Elirona ndjeu një ngrohtësi të jashtëzakonshme dhe lotët ju mbushën syt. Në atë çast, ajo kuptoi se pasuria nuk kishte rëndësi. Ajo kishte gjetur dikë që e donte për atë që ishte brenda, dhe kjo e bëri të ndihej e çmuar dhe e fortë. Megjithatë, lumturia e tyre nuk zgjati pas sfida. Një ditë, një gazetë lokale publikoi një artikull për milionerin që ishte parë shpesh pra një vajze të thjeshtë që punonte kamarier. Zërat e qytetit filluan të flisnin, disa me habi dhe disa me paragjykim. Si mund të jetë e lumtur me një vajzë kaq të thjeshtë? Pyetnin disa. Ai do ta tradhtoj patjetër, thoshin të tjerët. Elirona ndjeu presionin dhe dyshimin për herë të parë. Ajo filloi të mendonte për veten. A ishte ajo e denjë për dashurinë e Ardianit? A mund të përballonte shikimet dhe fjalët e botës së pasur? Ardiani, duke e parë shqetësimin e saj, e mbajti ngushtë dhe i tha: "Nuk ka rëndësi se çfarë thon të tjerët. Zemra jote është e çmuar për mua, dhe kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi." Megjithatë, ata të dy e dinin se sfidat sapo kishin filluar. Dashuria e tyre ishte e fortë, por botët e tyre ishin të ndryshme dhe zërat e jashtëm do të testonin forcën e saj. Kjo ishte një mësim i hershëm. Ndonjëherë, për të dashuruar me zemër, duhet guxim i madh dhe besim i pakushtëzuar. Një ditë, Ardiani vendosi të tregonte për ndjenjat e tij në një mënyrë të veçantë. Ai ftoi Elironën në një kopsht të mbushur me lule dhe drita të vogla të ndezura, një vend që ai kishte përgatitur me kujdes vetëm për të. Kur ajo hyri, u habit nga bukuria e vendit dhe nga përkushtimi që kishte treguar ai. Ai i tha: "Elirona, çdo ditë që kaloj me ty më bën të kuptoj se dashuria nuk ka barriera. Nuk më intereson bota e jashtme, vetëm ti dhe lumturia jote." Elirona u emocionua, lotët ju mbushën syt dhe zemra i dridhej nga gëzimi. Por, si gjithmonë, mendimet e saj ktheheshin tek paragjykimet e të tjerëve, dhe frika se nuk mund të përballonte këtë botë të re. Pak ditë më vonë, një ish bashkëpunëtor i Ardianit përhap zëra të rem për lidhjen e tyre, duke thënë se Elirona ishte vetëm një aventurë për të kaluar kohën. Lajmet u përhapën shpejt dhe filluan të ndikojnë tek njerëzit rreth tyre, madje edhe tek miqtë e afërt. Elirona ndjeu një trishtim të thellë. Ajo mendonte se dashuria e tyre mund të thyhej nga fjala e keqe e të tjerëve. Ardiani e pa shqetësimin e saj dhe i tha me vendosmëri: "Zërat e botës nuk kanë fuqi mbi ne. Ne e dim të vërtetën dhe ajo është ajo që ka rëndësi." Ky moment i dha forcë Elironës dhe ajo filloi të kuptoi se dashuria e vërtet kërkon guxim, besim dhe mbrojtje nga ndikimet e jashtme. Pas këtyre sfidave,
Ardiani dhe Elirona kaluan një mbrëmje të qetë në shtëpinë e tij, vetëm të dy. Ata biseduan për ëndrat e tyre, për sfidat dhe për planet për të ardhmen. Ardiani i tha: "Dashuria jon ka filluar në një restorant të thjeshtë, dhe tani po përballet me botën e të madhes. Por unë nuk kam dyshim se zemrat tona mund të përballojnë çdo gjë." Elirona u ndje e sigurt dhe e dashuruar më shumë se kurrë. Ata kuptuan se lidhja e tyre nuk ishte vetëm emocionale, por edhe një bashkëpunim i dy shpirtërave që donin të qëndronin pranë njëri tjetrit, pavarësisht sfidave dhe paragjykimeve. Ndërsa lidhja e tyre forcohej, Elirona filloi të ndjente presionin nga familja dhe shoqëria. Ndonë se ata e donin, disa mendonin se ajo po hyte në një botë që nuk i takonte. Ai është një milioner, ti je një vajzë e thjeshtë. A mund ta përballosh këtë? He pyetën disa herë. Elirona ndjeu dyshimin brenda saj, por çdo herë që shihte Ardianin, kujdesej se dashuria e tyre ishte e vërtetë. Ai nuk e gjykonte dhe nuk e ndryshonte. Ajo kuptoi se kjo ishte ndryshe nga çdo gjë tjetër që kishte përjetuar në jetën e saj. Një ditë, një biznesmen rival i Ardianit përhap thashetheme dhe përpiqet të ndikojë tek miqtë e tij dhe tek shoqëria e Elironës. Ai pretendonte se Elirona po kërkonte pasuri dhe pozicion, dhe disa njerëz filluan të dyshonin. Elirona u ndje e lënduar dhe e tronditur. Ajo filloi të mendonte se ndoshta nuk ishte e gatshme për këtë botë, por Ardiani, me vendosmëri, e mbajti pranë dhe i tha: "Unë e di të vërtetën. Zërat e botës nuk kanë forcë mbi ne. Zemra jote është ajo që më intereson." Ky moment forcoi dashurinë e tyre dhe i tregoi Elironës se të qenit e sinqertë dhe ndershme me njëri tjetrin ishte më rëndësishme se çdo paragjykim. Pas tensioneve të vazhdueshme, Ardiani vendosi të shpëtojë Elironën dhe ta çojë në një vend të qetë, larg zhurmës dhe zërave të jashtëm. Ata udhëtuan në një fshat malor, ku natyra ishte e paprekur dhe ajri i pastër. Aty, larg nga të gjithë, ata mund të shijonin momente të thjeshta. Duke ecur dorë për dore, duke biseduar për ëndrat, duke qeshur dhe duke ndarë histori nga fëmijëria. Elirona ndjeu qetësi dhe lumturi të vërtetë. Ajo kuptoi se pavarësisht sfidave, dashuria e tyre mund të mbjetonte. Në atë vend të bukur, ata ndjen se lidhja e tyre ishte më e fortë se çdo paragjykim, më e bukur se çdo luks, dhe më e rëndësishme se çdo mendim i jashtëm. Pak javë pas pushimit në fshat, Ardiani mori një telefonat që do të ndryshonte gjithçka. Një partner i tij i biznesit kishte bërë një gabim të madh financiar, dhe kjo rrezikonte reputacionin e tij. Lajmi u përhap dhe mediat filluan të përqendroheshin në çdo lëvizje të Ardianit. Elirona, e shqetësuar, pyeti: "Çfarë do të ndodh tani? A do të ndryshojë gjithçka mes nesh?" Ardiani e mbajti dorën dhe i tha: "Dashuria jon nuk ka lidhje me biznesin. Asnjë sfidë nuk mund të na ndajë nëse kemi besim tek njëri tjetri." Kjo ishte një provë tjetër për lidhjen e tyre. Jo vetëm paragjykimet e shoqërisë, por edhe sfidat e botës reale të biznesit. Elirona vendosi të qëndrojë pranë Ardianit gjatë gjithë krizës. Ajo organizoi takime, ndihmoi me dokumentet dhe madje përpiqej të qetësonte njerëzit e panikuar rreth tij. Ardiani ndjeu një krenari të madhe. Kjo vajzë e thjeshtë dhe e bukur po tregonte një forcë dhe maturi që ai nuk e kishte parashikuar. Një mbrëmje, teksa qëndronin pranë dritareve të vilës, Ardiani i tha: "Ti nuk e di sa shumë më ke ndryshuar. Me ty ndjej se mund të përballoj çdo gjë. Nuk ka pasuri, nuk ka fuqi që mund të krahasohet me atë që ndjej për ty." Elirona u ndje lumtur dhe e sigurt. Ata ishin një ekip, dhe dashuria e tyre ishte mbi çdo sfidë dhe paragjykim. Një moment i veçantë. Pas krizës, Ardiani vendosi të surprizojë Elironën. Ai e ftoi për një mbrëmje romantike në kulmin e një ndërtese të lartë, ku qyteti duke i vogël dhe dritat shkëlqenin si yje. Ai i dha një unas të thjeshtë, por të bukur, dhe i tha: "Elirona, nuk ka pasuri që mund të krahasohet me lumturinë që më jep ti. Dua të kaloj gjithë jetën time me ty, pavarësisht nga sfidat dhe paragjykimet." Elirona lotoi nga emocioni dhe pranoi, duke kuptuar se dashuria e tyre kishte mbjetuar çdo vështirësi dhe çdo sfidë, duke u bërë më e fortë se kurrë. Ditët pas mbrëmjes romantike në kulmin e qytetit, Ardiani dhe Elirona vazhduan jetën e tyre të përbashkët me buzëqeshje,
dhe për kujdesje reciproke. Por, fatkeqësisht, disa keqkuptime filluan të shfaqeshin. Një ish bashkëpunëtore e Ardianit, e cila kishte ndjerë xhelozi për lidhjen e tij, përhap një lajm të rrem, se Elirona po vizitonte një mik të pasur për të marrë përfitime personale. Elirona mori këtë informacion nëpërmjet një mesazhi anonim. Zemra i dridhej dhe mendja i shpërthente nga dyshimi. A ishte e mundur që Ardiani të kishte fshehur diçka? A mund të kishte ndodhur vërtet? Ajo ndjeu një trishtim të thellë që nuk e kishte përjetuar kur më parë. Kur Ardiani e pa shqetësimin e saj, ai e mbajti dorën dhe i tha: Elirona, asgjë nuk është më rëndësishme për mua se sa ti dhe ndjenjat tona. Nuk ka asnjë sekrete midis nesh, vetëm dashuri të pastër. Por zemra e saj ishte trazuar dhe mendimet e saj shpesh e sillnin në një labirint dyshimi dhe frike. Ishte hera e parë që ndjeje pasigurt për lidhjen e tyre, dhe kjo dhimbje e brendshme ishte e thellë, duke u përplasur me besimin që kishte tek Ardiani. Në fund të ditës, pas një dite të gjatë, ata u ulën në balkonin e vilës. Qielli ishte i mbushur me yje dhe një erë e lehtë i përkëdhelte. Ardiani e shikoi Elironën dhe i tha: Çdo sfidë që na vjen, do ta përballojmë së bashku. Zërat e jashtëm nuk kanë forcë mbi zemrat tona. Elirona, me lot në sy, kuptoi se sfidat nuk vijnë vetëm nga bota jashtë, por edhe nga frika dhe dyshimi që ndodhin brenda nesh. Pas keqkuptimit, Ardiani dhe Elirona vendosën të qëndrojnë më të fortë së bashku. Ata filluan të kalojnë më shumë kohë në aktivitetet e përbashkëta. Shëtitje në mal, vizita në muze dhe madje edhe ndihmë në organizimin e ngjarjeve bamirëse që Ardiani mbështeste. Elirona u ndje fuqizuar nga pjesëmarrja e saj aktive. Ajo filloi të kuptoi se pavarësisht nga pasuria dhe pozicioni i Ardianit, ajo mund të kontribuonte dhe të ndihmonte në mënyra të thjeshta, por me kuptim. Kjo i dha një ndjenjë të thellë vetbesimi. Një mbrëmje, Ardiani vendosi të takonte familjen e saj. Fillimisht, nën presionin e shoqërisë dhe paragjykimeve, familja e saj ishte e dyshimt. Por, përmes një bisede të gjatë dhe të sinqertë, Ardiani tregoi dashurinë e tij të vërtetë dhe angazhimin e pakushtëzuar. Ai tha: Nuk e dua për pamjen e saj apo për pozicionin e saj. E dua sepse është një grua me zemër të pastër dhe shpirt të madh. Jam i gatshëm të përballem me çdo sfidë për të mbrojtur këtë lidhje. Ky moment u bë një pikë kthese. Familja e Elironës filloi të kuptonte se ndjenja midis tyre ishte e sinqertë, dhe kjo i dha Elironës një ndjesë qetësie që nuk e kishte pasur më parë. Në ditët që pasuan, Ardiani dhe Elirona kaluan momente të lumtura dhe sfiduese, duke mësuar të mbështesin njëri tjetrin pa kushte. Ata përballuan paragjykimet, zërat e jashtëm dhe sfidat e biznesit. Çdo provë i bëri më të fortë dhe më të lidhur. Një mbrëmje, ndërsa shikonin perëndimin e diellit mbi qytet, Ardiani tha: Elirona, jeta nuk është e lehtë, por me ty çdo gjë duket më e bukur. Dashuria jon nuk njeh barriera. As pasuria, as paragjykimi nuk mund ta ndaloj këtë. Elirona, duke ndjerë siguri dhe lumturi, e mbajti dorën e tij dhe i tha: Unë gjithmonë do të jem pranë teje. Çfarë do që të ndodh, asgjë nuk mund të na ndaj. Ky moment theksoi se lidhja e tyre ishte më shumë se një histori dashurie. Ishte një dëshmi se kur dy zemra të sinqerta takohen, mund të përballojnë çdo pengesë, çdo paragjykim dhe çdo sfidë që jeta sjell. Ndërsa lidhja e tyre po forcohej, një situatë e papritur erdhi nga një ish i dashur i Elironës, i cili kishte dëgjuar për suksesin dhe lidhjen e saj me Ardianin. Ai përpiqej të krijonte keqkuptime dhe të ringjallte ndjenja të vjetra, duke i shkruar mesazhe dhe duke u paraqitur rastësisht në vendet ku ajo punonte. Elirona u ndje tronditur dhe e pasigurt. Nuk donte që kjo situatë të ndikonin tek marrëdhënia e saj me Ardianin, por zemra i dridhej dhe mendimet e saj shpesh shkonin tek dyshimi. A do ta kuptonte Ardiani situatën? A do të besonte ajo dhe do të mbështeste ndjenjat e saj? Kur Ardiani kuptoi se diçka nuk shkonte, ai vendosi të fliste hapur me të. Ai tha: Elirona, e di që kjo situatë është ndërlikuar, por unë besoj tek ti dhe tek ndjenjat tona. Nuk ka asgjë që mund të më ndaloj të mbroj dhe të dua. Ky moment i dha Elironës forcë, duke kuptuar se dashuria e tyre ishte më e fortë se çdo pengesë e jashtme. Pas këtij konflikti,
Ardiani dhe Elirona vendosën të përforcojnë bashkëpunimin dhe besimin midis tyre. Ata filluan të kalonin kohë duke bërë projekte të përbashkëta bamirësie, duke ndihmuar fëmijët dhe familjet në nevojë. Këto aktivitete i bën të kuptojnë se dashuria e tyre nuk ishte vetëm për njëri tjetrin, por edhe për komunitetin që i rrethonte. Një mbrëmje, teksa shikonin dritat e qytetit nga balkoni i vilës së Ardianit, ai tha: "Çdo gjë që bëjmë së bashku më bën të kuptoj se jeta me ty është më e bukur. Ti më bën të dua të jem më i mirë çdo ditë." Elirona buzëqeshi dhe ndjeu një ngrohtësi të jashtëzakonshme. Ajo kuptoi se dashuria e tyre ishte më shumë se pasion. Ishte një partneritet i vërtet, i bazuar mbi respekt, mbështetje dhe sinqeritet. Një moment i vendosur dhe i përjetshëm. Ditët kalonin dhe lidhja e tyre u bë më e fortë. Një ditë, Ardiani vendosi të bëjë një hap madhor. Ai organizoi një darkë të veçantë për Elironën, ku kishte ftuar vetëm miqtë më të ngushtë dhe familjen e saj. Ai e surprizoi duke treguar historinë e dashurisë së tyre, duke folur për guximin, besimin dhe sfidat që kishin përballuar së bashku. Ai u lut të gjithëve që të pranonin dhe të mbështesnin dashurinë e tyre, duke treguar se ajo nuk ishte një lidhje momentale, por një histori e ndërtuar mbi sinqeritet dhe respekt reciprok. Elirona, e emocionuar dhe me lot në sy, kuptoi se çdo sfidë që kishin kaluar kishte forcuar dashurinë e tyre dhe kishte treguar se nuk kishte asgjë që mund ta ndalte këtë lidhje. Në atë moment, ata kuptuan se lidhja e tyre nuk ishte vetëm një histori dashurie. Ishte një testament i guximit, besimit dhe dashurisë së pastër që mund të përballonte çdo pengesë, paragjykim dhe sfidë. Një mëngjes, Ardiani vendosi të surprizoj Elironën me një udhëtim të papritur në një ishull të bukur buzë detit. Ai donte që ajo të çlirohej nga stresi i jetës së përditshme dhe të shijonte momente vetëm të tyre, larg syve të botës. Kur mbërritën në ishull, Elirona mbeti pa fjalë nga bukuria e vendit. Plazhet e bardha, uji kristali kaltër dhe era e lehtë që përkëdhelte fytyrën e saj. Ardiani e mori dorën dhe i tha: "Ky vend është i vogël, por këtu mund të jemi vetëm ne. Nuk ka paragjykime, as zëra të jashtëm. Vetëm ti dhe unë." Elirona ndjeu një emocion të thellë dhe u përqafua me të. Ky moment i dha një ndjesi lirie dhe qetësie që nuk e kishte ndjerë më parë. Ata kaluan ditët duke ecur buzë detit, duke biseduar dhe duke ndarë ëndrat e tyre më të fshehta. Ndërsa shijonin pushimet, Ardiani mori një telefonat emergjente. Një investim i tij kishte dështuar papritur, dhe një humbje e madhe financiare ishte e mundshme. Ai u shqetësua, por nuk donte të shqetësonte Elironën. Elirona e kuptoi tensionin e tij dhe tha: "Ne jemi një ekip. Çfarë do që ndodh, do ta përballojmë së bashku. Nuk je vetëm." Kjo bisede e përforcoi marrëdhënien e tyre. Ardiani ndjeu forcën e dashurisë së saj dhe kuptoi se përtej pasurisë dhe luksit, ajo ishte partnerja e tij e vërtet. Ata u përballën me krizën së bashku, duke marrë vendime të mençura dhe duke ruajtur besimin reciprok. Pas krizës, Ardiani vendosi të organizojë një darkë romantike për Elironën, në një kopsht të mbushur me lule dhe drita të vogla. Ai e surprizoi duke i dhënë një libër të vogël, ku kishte shkruar historinë e dashurisë së tyre. Çdo moment, çdo sfidë dhe çdo kujtim të veçantë. Elirona lexoi me lot në sy dhe ndjeu thellësinë e ndjenjave të tij. Ardiani i tha: "Elirona, çdo sfidë, çdo pengesë dhe çdo paragjykim që kemi përballuar më ka bërë të kuptoj se nuk ka asgjë më të rëndësishme se ti. Dua të kaloj gjithë jetën time me ty." Elirona u përqafua ngushtë me të dhe i tha: "Edhe unë të dua. Çfarë do që të ndodh, do të jem gjithmonë pranë teje." Ky moment simbolizoi forcën dhe qëndrueshmërinë e dashurisë së tyre. Ata kuptuan se lidhja e tyre nuk ishte vetëm një histori romane, por një testament i besimit, guximit dhe dashurisë së pastër. Një ditë, ndërsa Ardiani ishte në një takim biznesi, një incident i paparashikuar ndodhi. Një nga investimet e tij u sabotua nga një konkurrent i pasur. Lajmi u përhap shpejt në media, duke krijuar një krizë që kërcënonte reputacionin dhe pasurinë e tij. Elirona, e shqetësuar për të, vendosi të jetë pranë tij në çdo moment. Ajo organizoi takime, ndihmoi me dokumente dhe ofroi mbështetje emocionale. Ardiani, i prekur nga angazhimi i saj, kuptoi se ajo ishte më shumë se një dashuri.
Ajo ishte partnerja e tij e vërtet, e gatshme të përballej me çdo sfidë bashkë me të. Pas incidentit, zërat e jashtëm u rritën sërish. Miqt dhe shoqëria filluan të spekulojnë mbi lidhjen e tyre. Disa dyshonin për sinqeritetin e Elironës, disa e kritikuan Ardianin për zgjedhjen e tij. Elirona ndjeu peshën e paragjykimeve dhe filloi të dyshonte në vetvete. Ardiani e pa shqetësimin e saj dhe i tha: "Zërat e botës nuk kanë forcë mbi ne. Ajo që kemi është e vërtet dhe e bukur. Nuk ka asgjë më të rëndësishme se ndjenjat tona." Ky moment forcoi dashurinë e tyre. Ata kuptuan se nuk mund të lejonin asnjë influencë të jashtme të thyente atë që kishin ndërtuar me kaq përkushtim dhe besim. Pas krizës dhe sfidave të vazhdueshme, Ardiani vendosi të bënte një hap të madh, të propozoi Elironës martesë. Ai planifikoi një mbrëmje romantike, duke ftuar vetëm familjen më të ngushtë dhe duke krijuar një atmosferë intime dhe magjike. Kur erdhi momenti, Ardiani i tha me vendosmëri: "Elirona, çdo sfidë që kemi kaluar më ka bërë të kuptoj se nuk dua të jetoj pa ty. Do të duroj çdo pengesë, çdo paragjykim dhe çdo sfidë për të qenë pranë teje. A do të martohesh me mua?" Elirona u emocionua dhe lotët ju mbushën syt. Ajo pranoi, duke kuptuar se dashuria e tyre kishte mbijetuar çdo sfidë dhe çdo pengesë. Ata u përqafuan ngushtë, duke ndjerë se kishin arritur një moment të përjetshëm lumturie dhe besimi të pakushtëzuar. Pas pranimit të propozimit, Ardiani dhe Elirona filluan përgatitjet për martesë. Megjithse lumturia ishte e madhe, sfidat nuk mungonin. Familjet dhe shoqëria kishin pritshmëri të ndryshme, disa prej të cilëve nuk e pranonin lidhjen mes një milioneri dhe një vajze të thjeshtë. Elirona ndjeu tension dhe presion. Veshja, ceremonia dhe pritshmëritë e të tjerëve dukeshin të parritshme. Ardiani, duke e parë shqetësimin e saj, i tha: "Çfarëdo që të thonë të tjerët, ky është momenti ynë. Çdo detaj mund të ndryshohet, por ndjenjat tona janë të pakushtëzuara dhe të vërteta." Ata vendosën të fokusohen tek lumturia e tyre dhe jo tek paragjykimet e jashtme, duke bashkuar fuqitë për të bërë çdo gjë të përveçme dhe të përjetshme. Pak ditë para dasmës, një ish armik biznesi i Ardianit përpiqej sërish të krijonte probleme, duke përhapur thashetheme dhe përpjekur të ndikonte tek ftesat e mysafirëve dhe reputacioni i ngjarjes. Elirona u shqetësua se ky incident mund të prishte ditën më të bukur të jetës së tyre. Ardiani e mbajti pranë dhe i tha me vendosmëri: "Askush nuk mund të na ndalojë të jemi bashkë. Dashuria jonë nuk është për të diskutuar ose për të penguar." Ata punuan së bashku për të qetësuar situatën, duke komunikuar me mysafirët dhe duke treguar se dasma do të ishte një festë e sinqertë dhe e përbashkët, ku vetëm dashuria kishte rëndësi. Dita e dasmës mbërriti. Elirona ishte e bukur dhe e qetë, dhe Ardiani duke i krenar dhe i lumtur. Çdo sfidë, çdo paragjykim dhe çdo dyshim që kishin përballuar u transformua në forcë dhe lumturi. Gjatë ceremonisë, Ardiani tha: "Elirona, çdo moment me ty më ka mësuar se dashuria nuk njeh barriera. Për mua ti je gjithçka, dhe çdo sfidë që kemi kaluar e ka bërë këtë lidhje të pakrahasueshme." Elirona, me lot në sy, i tha: "Edhe unë të dua. Çfarëdo që të ndodh në këtë botë, do të jem gjithmonë pranë teje." Ata shkëmbyen premtimet dhe unazat, duke ndjerë se dashuria e tyre kishte fituar mbi çdo pengesë. Miq dhe familja, duke parë sinqeritetin e ndjenjave të tyre, u emocionuan dhe festuan lumturinë e dy të rinjve që kishin mësuar të besonin tek njëri tjetri. Pas dasmës madhështore, Ardiani dhe Elirona filluan jetën e përbashkët në vilën e tij. Fillimi ishte plot emocion, por edhe sfida të vogla të përditshmërisë. Menaxhimi i kohës, zakonet e ndryshme dhe pritshmëritë e familjeve. Elirona, megjithse e bukur dhe e zgjuar, ndjeu ndonjëherë presionin e një bote të re dhe luksi të papërjetuar më parë. Ardiani e mbajti pranë, duke i thënë: "Nuk ka asgjë që nuk mund të mësojmë së bashku. Çdo ditë është një mundësi për të ndërtuar lumturinë tonë." Ata filluan të krijojnë rregulla të përbashkëta, duke kombinuar traditat e tyre dhe duke mësuar të respektojnë njëri tjetrin në çdo situatë, duke forcuar kështu bazën e dashurisë së tyre. Në javët e para të bashkëjetesës, disa probleme të papritura u shfaqën. Konflikte për mënyrën e menaxhimit të financave,
vizitat e shpeshta të miqve të Ardianit dhe presioni i shoqërisë. Elirona ndjeu stres dhe pakënaqësi, duke menduar se ndonjëherë nuk ishte e gatshme për këtë botë. Ardiani, duke kuptuar shqetësimin e saj, e mbajti dorën dhe i tha: "Dashuria jon nuk është perfekte, por është e sinqertë. Çdo sfidë është një mundësi të mësojmë dhe të rritemi bashkë." Ata filluan të ndajnë detyrat dhe të marrin vendime së bashku, duke krijuar një partneritet të fortë që i ndihmoi të përballonin çdo vështirësi. Pas sfidave të para, Ardiani dhe Elirona gjetën mënyrën të shijonin momentet e thjeshta. Mëngjeset me kafe së bashku, shëtitjet në park, darkat e qeta në shtëpi dhe bisedat e gjata mbi ëndrat dhe planet për të ardhmen. Një mbrëmje, teksa shikonin perëndimin e diellit nga balkoni i vilës, Ardiani tha: "Çdo moment me ty më tregon se dashuria jon nuk ka nevojë për luks apo miratim të botës. Mjafton të jemi bashkë dhe të duam njëri tjetrin." Elirona buzëqeshi dhe ju përgjigj: "Ti më mësove të besoj tek dashuria e vërtet dhe të mos dorëzohem kurrë. Çfarë do sfide që të vi, do ta përballojmë së bashku." Ky moment simbolizoi harmoninë e re që kishin ndërtuar së bashku dhe lumturinë e përbashkët që vinte nga respekti, besimi dhe dashuria e pakushtëzuar. Pas disa muajsh bashkëjetese, Elirona mori një ofertë për të punuar në një projekt të madh bamirësie jashtë vendit. Ajo u ndje emocionuar, por edhe shqetësuar. Ajo nuk donte të largohej nga Ardiani, por ndjente se ky ishte një hap i rëndësishëm për zhvillimin e saj personal. Ardiani, duke kuptuar emocionet e saj, i tha: "Dashuria jon nuk është e kufizuar nga distanca. Nëse kjo do të bëjë të ndihesh e plot dhe e realizuar, unë do të mbështes çdo hap të rrugës." Elirona ndjeu një emocion të thellë nga fjalët e tij dhe kuptoi se për te lidhjes romantike, Ardiani e konsideronte partner të barabartë dhe mbështeste në çdo ëndër. Elirona filloi punën në projektin bamirës, duke udhëhequr iniciativa që ndihmonin fëmijët dhe komunitetet në nevojë. Ardiani e mbështeste në çdo hap, duke udhëtuar shpesh për të qëndruar pranë dhe duke marrë pjesë në disa takime. Ky bashkëpunim profesional i afroi më shumë dhe i bëri të ndihen të fuqishëm së bashku. Ata kuptuan se dashuria nuk ishte vetëm për ndjenjat personale, por edhe për mbështetjen dhe rritjen e njëri tjetrit në çdo aspekt të jetës. Një mbrëmje, pas një dite të lodhshme pune, Ardiani i tha: "Çfarë do sfide që të vi, të dy do ta përballojmë së bashku. Kur jemi bashkë, nuk ka asgjë të pamundur." Elirona buzëqeshi dhe ndjeu një ndjenje të jashtëzakonshme qetësie dhe sigurie. Pas disa muajsh të mbushur me punë dhe sfida, Ardiani dhe Elirona vendosën të kalonin një fundjavë larg gjithçkaje, në një vilë të vogël buzë detit. Aty, larg stresit dhe zërave të jashtëm, ata mund të shijonin momentet intime, shëtitje në plazh, darka të thjeshta në dritën e qirinjve dhe bisedat e gjata mbi ëndrat për të ardhmen. Elirona e shikoi Ardianin dhe tha: "Çfarë do sfide që kemi përballuar deri tani, çdo gjë ja ka vlejtur. Dashuria jon është e vërtetë dhe e qëndrueshme." Ardiani e përqafoi ngushtë dhe i tha: "Çdo ditë me ty është një dhuratë. Asgjë nuk mund të krahasohet me lumturinë që ndjej kur jam pranë teje." Ky moment i përjetshëm simbolizoi forcën e lidhjes së tyre dhe lumturinë që vjen nga respekti, besimi dhe dashuria e pakushtëzuar, duke e bërë historinë e tyre të paharrueshme. Ndërsa Ardiani dhe Elirona po shijonin harmoninë e jetës së tyre, një lajm i papritur i shëndetit u shfaq. Ardiani filloi të ndjente dhimbje të papritura dhe pas disa testeve, u zbulua se kishte një problem shëndetësor që kërkonte kujdes të menjëhershëm. Elirona u trondit nga lajmi dhe vendosi të jetë pranë tij çdo moment. Ajo e kujdesej me përkushtim dhe dashuri, duke i dhënë forcë për të përballuar çdo trajtim dhe çdo shqetësim. Ardiani, duke parë sakrificën dhe përkushtimin e saj, tha: "Ti je arsyeja pse mund të përballem me çdo gjë. Me ty pranë, nuk kam frikë nga asgjë." Ky moment tregoi fuqinë e dashurisë së tyre dhe gatishmërinë për të qëndruar së bashku në çdo sfidë të jetës. Në këtë periudhë, zërat e jashtëm u përpoqën sërish të ndikojnë mbi lidhjen e tyre, duke përhapur thashe theme dhe duke krijuar dyshime tek disa miq të afërt dhe familjar. Elirona filloi të ndjej trysnin, duke menduar se sfidat ishin të pakapërcyeshme. Ardiani e mbajti ngushtë dhe i tha: "Çfarë do që të thonë të tjerët, kjo dashuri është e yni.
Nuk ka asnjë gjë që mund ta ndalojë atë që ndjej për ty. Ata vendosën të injorojnë paragjykimet dhe të përqendrohen tek ajo që kishte rëndësi: dashuria dhe besimi reciprok. Ky vendim i bëri më të fortë dhe të lidhur emocionalisht më shumë se kurrë. Pas sfidave të shumta, Ardiani dhe Elirona vendosën të organizojnë një festë private për të shënuar kalimin e krizave dhe forcimin e lidhjes së tyre. Ata ftuan vetëm njerëzit më të afërt dhe krijuan një atmosferë intime dhe magjike. Gjatë mbrëmjes, Ardiani ngriti një dolli dhe i tha Elironës: "Elirona, çdo sfidë, çdo pengesë dhe çdo paragjykim na kanë bërë më të fortë. Dashuria jon ka mbijetuar gjithçka dhe tani është më e bukur se kurrë." Elirona, me lot gëzimi, ju përgjigj: "Çfarëdo që të vijë në jetë, çdo moment me ty është i çmuar. Dashuria jon është e përjetshme dhe e pakushtëzuar." Ata u përqafuan ngushtë dhe të gjithë të ftuarit ndan emocionin e tyre, duke festuar një histori dashurie që kishte fituar mbi çdo sfidë dhe paragjykim. Pas sfidave të shumta, Ardiani dhe Elirona u rikthyen në rutinën e përditshme, por tani më të fortë dhe më të lidhur se kurrë. Ata shijonin më shumë momentet e thjeshta, mëngjeset së bashku, bisedat gjatë drekave të përbashkëta, dhe shëtitjet në mbrëmje duke ndarë ëndrat për të ardhmen. Elirona ndjeu se çdo vështirësi e kishte bërë më të mençur dhe të qëndrueshme, ndërsa Ardiani kuptoi se pa dashurinë dhe përkushtimin e saj, asgjë nuk kishte vlerë. Çdo sfidë ishte bërë një gur themeli i lidhjes së tyre. Një mbrëmje, Ardiani vendosi të surprizojë Elironën duke ndriçuar kopshtin e vilës me qirinj dhe lule të bukura. Ai e thiri jashtë dhe i tha: "Çdo ditë me ty është një dhuratë. Dua të shijojmë çdo moment të vogël që jeta na sjell së bashku." Elirona u emocionua dhe u përqafua me të. Ata shijuan muzikën e lehtë, bisedat dhe ngrohtësinë e njëri tjetrit. Ky moment tregoi se lumturia nuk vjen vetëm nga ngjarjet madhore, por edhe nga ato të voglat, që ndihen me sinqeritet dhe dashuri. Me kohën, Ardiani dhe Elirona ndërtuan një jetë të përbashkët të mbushur me respekt, dashuri dhe mbështetje reciproke. Ata përballuan çdo sfidë, nga paragjykimet e shoqërisë te problemet e papritura shëndetësore, duke mësuar gjithmonë të qëndrojnë bashkë. Një ditë, teksa shikonin perëndimin e diellit mbi qytet, Ardiani tha: "Dashuria jon ka mbijetuar gjithçka. Çfarëdo që të vijë, do ta përballojmë së bashku, sepse gjithçka më jep kuptim kur jam pranë teje." Elirona buzëqeshi dhe ju përgjigj: "Çdo ditë me ty më mëson se dashuria e vërtet nuk njeh barriera. Çfarëdo sfide që të vijë, do të jemi gjithmonë bashkë." Ardiani vendosi të surprizojë Elironën me një udhëtim në një vend të bukur malor, për të festuar suksesin e tyre profesional dhe forcimin e lidhjes së tyre pas të gjitha sfidave. Ata u larguan nga rutina e përditshme dhe u zhytën në natyrën e qetë dhe të bukur. Malet e larta dhe liçenet e kristalt i bën të ndihen të lirë dhe të përbashkuar. Elirona i tha: "Çfarëdo sfide që kemi përballuar, çdo gjë ja ka vlejtur." Ky udhëtim më bën të kuptoj se lumturia jon vjen nga momentet e vogla dhe sakrificat e përbashkëta. Ardiani e përqafoi ngushtë dhe i tha: "Çdo ditë me ty është një aventurë e bukur. Me ty pranë, çdo sfidë duket e vogël." Kur u kthye nga udhëtimi, Ardiani dhe Elirona organizuan një festë të vogël familjare për të falënderuar njerëzit që i kishin mbështetur gjatë gjithë rrugës së tyre. Miq dhe familja ndan historitë dhe emocionet e tyre, duke krijuar një atmosferë ngrohtësie dhe dashurie. Elirona u ndje lumtur që dashuria e tyre nuk ishte vetëm për njëri tjetrin, por kishte bashkuar edhe njerëzit e tyre të dashur. Ardiani tha: "Çfarëdo sfide që kemi kaluar, mbështetja e njerëzve që duam e ka bërë gjithçka më të bukur. Dashuria jon është një udhëtim që ja vlen të festohet." Në ditët që pasuan, Ardiani dhe Elirona krijuan një jetë të përbashkët të lumtur, plot dashuri, respekt dhe besim të pakushtëzuar. Ata përballuan çdo sfidë, çdo paragjykim dhe çdo krizë, duke mësuar të vlerësojnë çdo moment të vogël dhe të madh së bashku. Një mbrëmje, teksa shikonin dritat e qytetit dhe perëndimin e diellit, Ardiani i tha Elironës: "Çdo moment me ty është një mësim i dashurisë së vërtetë. Asgjë nuk mund ta ndajë këtë lidhje, sepse ajo është ndërtuar mbi besim, respekt dhe përkushtim të palëkundur." Elirona buzëqeshi dhe ju përgjigj: "Çfarëdo që të vijë, çdo sfidë,
çdo moment i bukur apo i vështirë, do ta përballojmë së bashku. Dashuria jon është e përjetshme. Ky moment përfundimtar simbolizoi triumfin e dashurisë së tyre mbi çdo pengesë, duke mbyllur historinë me lumturi, harmoninë dhe besimin e pakushtëzuar që vetëm një dashuri e vërtet mund ta krijojë.